Miq të nderuar, jemi rikthyer në pjesën kryesore të emisionit Maqedonia Shqiptare. Rrethana të mundimshme, gjithandej Ballkanit, jo vetëm në Maqedoninë Shqiptare. Vështirësi të gjitha fushave, përpjekje të vazhdueshme të njerëzve të përkushtuar në fusha të ndryshme, në profesione të ndryshme. Ngritje të mundimshme të institucioneve tona, edhe këtu në Maqedoninë Shqiptare. Jemi përballë shumë rrethanave me të cilat duhet të përballemi. Duhet të përballen institucionet shqiptare, duhet të përballen të gjitha shtresat e inteligjencës shqiptare, me qëllim që në fund të arrijmë dhe të krahasohemi ose të mëtojmë drejt asaj ku kanë shkuar të tjerët, drejt Shtetet Bashkuara me standardet e tyre, drejt Bashkimit Evropian e kështu me radhë. Pa mos e zgjatur, unë do t'ju prezantoj të ftuarin këtu në emisionin Maqedonia Shqiptare. Këtu me mua, shumë i nderuar, Zoti Hasbi Idrisi. Zoti Idrisi, mirë se ke ardhur. Mirë se gjetëm. Kënaqësi e jona të jesh këtu, sepse prezenca juaj këtu do të reflektoj pozitivitet, do t'jap porosi rreth shumë çështjeve se si duhet të funksionojnë institucionet shqiptare, si duhet të funksionojë një komunë shqiptare, sepse pas vete bartni eksperiencë, dhe eksperienca do të thotë shumë për të ecë përpara dhe për të u ndesh ose me kalu situatat caktuara duke shfrytzuar profesionalizmin. Ju një kohë të gjatë në fushë të qeverisjes lokale. Dhe për të kap muhabet, pastaj do ta hapim, do të më interesoj që a kaluan shpejt gjithë kjo kohë në pushtet lokal. Kaloi shpejt? Po kalon varësisht si e planifikon kohën. Mendoj se shpejt kalon për arsye se gjithnjë jemi duke patur kujdes për institucionin komun, çka duhet punuar sot, çka duhet nesër, çka duhet në afat mesëm dhe afat gjatë, ko pas koha. Kështu që është shumë e saktë se kalon koha shpejt për arsye se gjithnjë duke punuar, duke planifikuar, duke biseduar, duke marrë opinione dhe nga të tjerët, nga ata që kemi më afër dhe të tjerë. Kështu që është e vërtetë se kalon shumë shpejt. Është dinamike koha, nuk mund të thuhet ndryshe përveç se dinamike. Ju dëshiroj që të kthehem pak në të kaluarën me atë se si ishte dikur në ato fillime komuna e Bogovinës. Ato nisma vërtet ishin shumë të vështira. Mund të kujtojsh se si filloi puna me këto punë? Po përvoja ime tregon se vështirësitë kanë qenë edhe të sferës juridike dhe të asaj ekonomike. Pastaj mund pak të themi edhe të sferës resurseve, gjithësisht të subjektive, për arsye se ka munguar të tërat. Përveç që ka pas një akt të themelimit të komunave të reja në ato kohë, në atë 6 kujtoj, nuk ka pas ndonjë konjunktur, po s'ka pas ndonjë përgatitje për të funksionuar komunat si të tilla. Pra mungonin objektet infrastrukturore, mungonin kuadrët në administratë, mungonin ligjet që rregullonin funksionimin e komunës, për arsye se kishte pak ligje që avansonin çështjen e komunës. Edhe nga ajo kohë deri sot janë bërë shumë ndryshime, por flasim për kohën e themelimit, pra unë atëherë pata rastin të jem kryetari i parë i Këshillit Komunal të Komunës Bogovinës dhe kuptohet me ato disa këshilltarë që ishin 13 sa kujtoj unë, ishte shumë vështirë madje edhe një mbledhje të mbanim. Kuptohet edhe buxhet do kishte, sepse thash ligjet që rregullonin çështjen e funksionimit të komunës mungonin. Dal nga dalu konsoliduan si të tilla, por ama pati edhe ndryshime, kuptohet, pati edhe ndarje të re territoriale, ishte herë e dytë kur u bën 2004 nëse s'gaboj ndarje territoriale e re, dhe atëherë u bën edhe ndryshime, kuptohet, përmirësuan ligjet, kushtet u përmirësuan dal nga dal, u krijuan një përvojë e vogël, kisha thënë, nëpër komunat rurale sidomos. Kështu që ishte shumë vështirë në atë kohë, por të mos ishte ashtu nuk do të ishte sot kështu siç jemi tani. Pikërisht du të dal këtu. Dhe tani
situata është tjetër fare. Nga do që tesish në për komunat shqiptare, po të krahasojsh të kaluarën para 10 viteve ose 15 viteve, është një ndryshim ekskluziv, do kisha thënë, edhe në pikpamje të avancimit të kompetencave dhe të ngritjes së ligjeve. Çfarë do të thush? Po ju vetë doni të provokoni pozitivisht me këtë pyetje parasje se ndodhen ndryshimet në 2004. Disa para përgatitje u bën madje para 2004-s, parasje se ndodhi 2001, pastaj u bën ndryshime në sferën e organizimit të pushteteve. Kështu që për komunat flasim se u avansuan shumë me ligje. Kemi një ligj, prej atëherë një ligj për financimin e komunave, krejtësisht i avansuar nga i paraprak. I kemi të dorët e lira të grumbullojmë taksat, planifikojmë taksa, të evidentojmë pronën e qytetarëve dhe të biznesit. Pastaj në aspektin e organizimit të brendshëm ne kemi të drejtën e sistematizimit, kuptohet harmonizohemi me agjencionin për punësim, por ama e kemi të drejtën e sistematizimit të brendshëm të administratës, kemi të drejtën e themelimit ndërmarrjeve publike. Pastaj ndërmarrje publike tani ka më tepër buxhet se sa në ato kohë që përmenda fillimisht, kështu që janë avansuar shumë ligjet që rregullojnë funksionimin e komunave në nivel të Maqedonisë, me theks të veçantë komunat rurale, por disa ligje mund të them gati një përqindje shumë e lartë vlen edhe për komunat urbane. Kështu që ligji për urbanizëm është krejtësisht tjetër, ndryshe i resurseve njerëzore, po ashtu i pasurisë së komunës, po ashtu. Nuk them se janë krejtësisht të përsosura, por ama në krahasim me ndarjen e parë territoriale të komunave ka shumë dallime të mëdha. Komunat kanë shumë mundësi të bashkëpunojnë mes vetit, të bashkëpunojnë me komunat rreth shteteve fqinj, kanë mundësi të përpiljojnë plane dhe projekte dhe të konkurrojnë për të financuar nga donatorë të ndryshëm dhe burimet e brendshme, flas ministrore gjithësisht qeverisë, kuptohet me një pjesëmarrje të veten, kështu që ka hapësirë, ka mundësi të punohet dhe të veprohet shumë më mirë se sa përpara. Për shembull, nëse dikur drejtorin e ndërmarrjes publike me propozimin e kryetarit të zgjidhë të këshillit, tash është e kundërta, tash nëpërmjet konkursit kryetari i komunës e zgjidh drejtorin e ndërmarrjes publike. Çka do të thotë kjo? Të mos pritet 6 muaj, 7 muaj, ku ta di unë, sepse këshilli komunal mundën mos të ulet, mundën mos të sjellë vendim pa konsenzus e kështu me radhë. Pra, i kemi shkollat e mesme dhe fillore ingerenca, jemi themelues të atyne, edhe drejtori po ashtu i shkollës fillore dhe të mesme shkon me konkurs, kështu që janë avansuar disa çështje, është mirë, ka mundësi të bëhet më mirë, kuptohet. Nëse ndalemi ke sfera e financimit komunave, ka përparime edhe pas 2004-s, parasje se ligji për financim si shtash i komunave është pozitiv, por mund të akoma të pasurohet. Do të thënë, ka hapësirë për të bërë më mirë dhe tendencat janë të bëhet edhe më mirë. Institucioni komun, kur flasim tani për komunat rurale, do të pas për bazë se cilat janë mundësit që mund t'i pranoj si përgjegjësi ose si ngritje të kompetencave nga institucioni qendër. Cilat gjëra mund t'i pranoj dhe mund t'i implementoj realisht? Në këto momente nuk i kanë. Me siguri kemi folë edhe herët tjera, por gjikoj, pasigurisht edhe ju gjikoni se është e arsyeshme të thuhen, të potencohen këto gjëra, këto sende sa i takon pushtetit lokal. Por ingerenca ne ato që kemi me ligj kuptohet, ka mundësi akoma të na delegohen ingerenca, kërkesa ka nga ana e komunave që ne i pasqyrojmë herë ko pas kohë drejt për drejt vetë ne si komuna dhe her pas here nëpërmjet shoqatës sonë Banjëvelat. Kështu që ne kemi nevojë për të pas akoma mendoj ingerenca më tepër komunale mbi pasurinë e komunave.
Them për pasuri për arsye se aty dalin pastaj edhe financat, shtohet buxheti nga pak. Them se kemi nevojë akoma për ingerencën në sferën e shëndetësisë dhe sigurisë. E sigurisë ka të bëjë më tepër me rendin publik, me policinë lokale, për arsye se kemi nevojë për asistencë shumë shpesh ne si komuna. Ne nuk e kemi të rregulluar aq shumë infrastrukturën, kështu të themi që funksionon lirshëm, funksionon pa problem. Kuptohet, komunat kanë akoma nevojë për ta pasuruar, për ta përsosur çështjen e infrastrukturës rrugore, dhe për këtë them kemi nevojë për asistencën e policisë, për arsye se ka probleme në trafik e kështu me radhë. Nevoja më e rëndësishme kisha thënë për komunat dhe si ingerencë e re ose ekstra kisha thënë për komunat është kjo e shëndetësisë, për arsye se ne ballafaqohemi çdo ditë me çështjen e shëndetësisë, por ne kemi tash këtu në Tetov qendrën, shtëpinë e shëndetit. Ne si komuna nuk shtrihen shtëpitë e shëndetit nëpër komunat rurale. Ka ndonjë vendbanim që është shumë larg nga qyteti, kështu që ka vështirë deri te me këtë duhet të them ta rrumbullaktsoj, kisha thënë, ne duhet të themelojmë shtëpi i shëndetit, gjithësisht shërbime mjekësore nëpër vendbanimet rurale që të ketë të kujdestarohet edhe atje. Pastaj mos kemi nevojë natën ose kur të kenë nevojë njerëzit që kanë hall dhe janë në kërkim me sipër të ndihmës mjekësore, atëherë të kenë mundësi të drejtohen aty nga komuna ku dalin, për shembull komunën e Bogovinës e kështu me radhë. Po kjo kisha thënë është shumë e rëndësishme, madje kohë pas kohe kur takohemi me mjek shumë ankohen se thonë punojnë dy ndrime. Nuk janë rahata në shtëpi. I thrasin me telefona, kërkojnë ndihmë, kuptohet ata që janë smur. Kështu që kjo është një ingerencë, kisha thënë, shumë e rëndësishme për komunat, por gjikoj se komunat mund ta bëjnë edhe nëpërmjet Këshillit Komunal të insistojnë të themelojnë me marrjen e pëlqimit paraprak nga dikasteri që i përket. Po. Të kalojmë te bloku i punëve të konkretizuara. Janë bërë shumë punë në komunën e Bogovinës, janë vetë dëshmitare disa ngjarjeve. Deri ku keni mbri me këto projekte, sa keni arritur që t'i rrumbullaksoni dhe realisht çka keni lansuar për të vazhduar më tutje me punët të cilat sigurisht janë të interesit qytetar. Po kuptohet tash jemi në fazën gjithsesi në periudhën kur duhet punohet. Ne ato projekte dhe shërbimet e tjera komunale që i kemi paraqitur para qytetarëve më herët pak, kemi filluar të zbatojmë, disa i kemi përfunduar, disa së shpejti presin të fillojmë të realizojmë e kështu me radhë. Kështu që si zakonisht komunat kanë më tepër ingerencë dhe përqendrohen në realizimin të projekteve të infrastrukturës. Në këtë rast infrastruktura rrugore është kryesorja unë sa shoh, pastaj nga pak edhe ajo e sferës arsimit fillor për ne flasi komunë rurale, të tjerat kanë edhe komuna, mendoj shkolla të mesme, flas për komunat urbane. Kështu që kemi përfunduar, mund të them një rrugë që lidhen Bogovinën me Selcën e Keq, i themi ne. Tash presim shumë shpejt, pasi kemi marrë edhe pëlqimin nga konsulentët e Bankës Botërore, gjithsesi Ministria e Financave, është aty ndërmjetësuesi, implementon këtë projekt dhe do fillojmë gjithsesi do nisim me punë në dy rrugë tjera lokale, njëra është në shtrihet në mes të Bogovinës dhe Pyrogut dhe i përket më shumë zonës industriale, kurse tjetra është në brendin të fshatit Kamjan. Këto rrugë do na pasurojnë shumë infrastrukturën rrugore, gjithsesi rrugët komunale, për arsye se i kemi në gjendje të vështirë dhe mos harroj se jemi duke punuar një sallë shkollore sportive në vendbanimin e Kamjanit. Punimet kanë filluar, dinamikën nuk e caktojmë ne, por ama punohet. Këtu është përgjegjësi Ministria e Arsimit dhe Shkencës, kurse ne kemi ofruar kushte të tjera, le ndërtimi hapësirë në vendin ku duhet të ngritet, gjithsesi ku punohet, dhe do punë të tjera që i takojnë asaj sfere. Pastaj ka përfunduar procedura
për një rezervuar për ujë të pijshëm në vendbanimin e Sellarcës. Ati ne kemi një situatë krejtësisht tjetër që bëjmë furnizimin, gjithçish furnizohen qytetarët e Sellarcës me ujë për pije, pra do ndrohen do pajisje të brendshme të atij rezervuari që është specifik, kisha thënë. Dhe me këtë do evitohet e rreziku që vetë thuan edhe qytetarët edhe ekspertët e SLM. Kështu që me këtë procedurë kemi përfunduar dhe më merr mendja brenda 10-15 ditëve do instalohen ato pjesë që ka të bëjë me rezervuarin e ujit të pijshëm. Gjithashtu me një rezervuar tjetër për ujë të pijshëm do fillojmë së shpejti, por arsye se procedura është ka fundi dhe do të ngritet në vendbanimin e Bogovinës, ne themi të pishat e reja nalt në Kodrin, por arsye se ujësesi i Bogovinës ka nevojë për një rezervuar të tillë, por arsye se gati 50% e ujit të pijshëm e Bogovinës nuk pasurohet, gjithsesi nuk kontrollohet dhe rrezikon shëndetin e qytetarëve. Kështu që atëherë do evitohet ky rrezik, pra nuk ka klore, nuk ka mirëmbajtje e pjesë e ujit, nuk kemi kontroll mbi atë pjesë, për arsye se nga burimi shkon drejt për së drejtë në rrjetin e ujit të pijshëm të Bogovinës. Projekte të rëndësishme i kisha veçuar që paksa nuk vëren, por ama unë do t'i them këtu para publikut, para qytetarëve, për arsye se tani më Sellarca ka një projekt për kanalizim fekal të gatshëm, dokumentacion teknik, po ashtu Siniqani si vendbanim dhe Zhrovjani. Janë 3 fshatra, të cilët bashkë tash me Pirokun kanë projekte teknike për kanalizim fekal. Bogovina është duke përfunduar dhe t'ja lëmë radhën kamionit me pallçisht dhe kallnik. Kështu që të gjitha vendbanimet do pajisen me dokumentacion teknik që ka të bëjë me ngritjen gjithsesi ndërtimin e kanalizimit fekal. Gjithashtu janë ka fundit të gjitha planet urbanistike hapësinore për të gjitha vendbanimet, sepse na mungonin në për disa vendbanime. Një dokumentacion teknik shumë i rëndësishëm tani projekt ka përfunduar tani më për trasimin gjithsesi të rrugicat që shpihen drejt liçenit Bogovinës dhe liçenit Zi e të tjerë, se janë 3 liçene nalt. Bëhet fjalë për 30 km rrugica, kështu që dokumentacioni është gati dhe për këtë kemi garanca se edhe do na mbështesin donatorët ta realizojmë si projekte të tilla. Për këtë jo se duhet të them me rezervë, por kemi garanca. Tash si do mbarë vajtin punën, si do shkojmë punët, mbetet të shihet. Kështu që pa mos harruar të themi se në bashkëpunim me organizatën ndërkombëtare për zhvillim USAID kemi fituar një grant me përgjigje më të lartë do mbështetet nga ata, kurse pak edhe komuna do marrë pjesë me pagesë dhe bëhet fjalë për afro 3000 orë për maqjen e ujit të pijshëm. Duhet të instalohen disa orë për disa vendbanime, sidomos kamioni, pallçishi dhe kallniku dhe të tjera. Dhe sa jemi këtu ke ujë pijshëm, tje patëm rastin të jemi në burimet e ujit të pijshëm të vendbanimit pallçishit në Bjeshkët e Sharit, pra kemi qenë disa herë radhazi, atje punohet me intensitet lartë tash. Nuk them se janë në fazën e fundit, por shkojnë drejt fazës së përfundimit punimet, për arsye se u punua mirë dhe punohet intensivisht nalt si tash. Pra me këtë do të them se çështja e ujit të pijshëm, e furnizimit me ujë të pijshëm, të vendbanimit pallçishit, mendoj se tash për tash do marrë fund, por që nuk do të thotë se nuk do kese nevojë për herë të intervenohet gjithsesi të bën investime shtesë. Pra nëse nuk gabova, nëse nuk lëshova diçka pa thënë, këto ishin ato projekte kryesore të komunës sonë që i ka para vetë gjithsesi që duhet t'i zbatojmë, t'i realizojmë në një ardhmë të afërt. Institucioni komun, ju si pari komunës përballë qytetarëve, në karakterin tuaj ka një qëndrim të padiskutueshëm tolerance për mendimin ndryshe. Dhe për herë keni theksuar atë se pranoj mendim ndryshe, por të argumentuar. Dhe institucioni komun dhe ju përballë qytetarëve, përballë njerëzve të cilët shprehin mospajtime, përballë njerëzve të cilët shprehin mospajtime të paargumentuara,
e kështu me radhë. Përsëri, kryetari i komunës është ai që duhet të mbaj balansin e gjitha ngjarjeve që zhvillohen në kornizat e komunës Bogovinës. Mu për këtë Shevket jam duke u përgatitur ose jemi duke punuar dhe do e zgjerojmë pak sa edhe godinën e komunës që administrata të instalohet ma komodë se ati për punë dhe kuptohet këto hapësira do i shërbejnë për t'i prit ata që kanë halla, ata që kanë derte ose që kanë nevojë të diskutojnë me krerët e komunës për nevojat e tyre kështu me radhë. Pra ne përpilojmë ose përgatitemi në aspektin e infrastrukturës komunale brenda atij si godin dhe gjithsesi se ka mendime ndryshe. Ne për shembull nëse kemi dashur të bëjmë një projekt që kemi gjikuar se është i vështirë për një vendbanim, patjetër që i konsultojmë ata qytetarë që jetojnë atë vendbanim, qoftë në Bogovinë, Pirog apo Kamion e kështu me radhë. Kështu që gjithsesi i pyesim për arsye se nuk është favorin e as kryetarit komunës, pas edhe atyre që janë përgjegjës të bëjnë një punë, pastaj mos e pranoj si të tillë kërkush. Mendoj se kjo nuk shkon në favor të asnjërs palë. Mendime ndryshe ka, vërejtje ka edhe kritika. Ne i kemi pranuar. Unë jam mendoj, gjithnjë mendoj se jam i hapur ndaj qytetarëve. Rrallë ndodhen dikush mos mund të vijë në komunë ose të takoj kryetarin, por arsye se unë nuk kam aplikuar, gjithsesi nuk kam caktuar në orar për pritje. I pres të gjithë kur jam aty kuptohet, nuk jam shëndosh, pres nesër. Kështu që nuk besoj se ka një vërejtje që është bërë me qëllim ose neglizhenca ka qenë në nivel. Mendoj se nuk ka pas kështu raste. Megjithatë, opinioni është përsëri ai që ta thosë fjalën e vet, nëse bëhet një anketë nesër, nuk paragjikoj, mund të kesh dikush që të ankohet në mënyrë ekstreme nga organet komunë, që ishte nga kryetari i komunës. Por edhe një gjë duhet kemi parasysh. Nuk mund të lipen të gjitha shërbimet në komunën tonë, dhe të tjera kisha thënë, ashtu si lipen ato shërbime edhe në perëndim, në Zvicra apo Gjermani, sepse ne fillim folëm për ingerencët e komunave dhe aftësia, kapaciteti i komunës është aq. Ne nuk mund brenda natës t'i bëjmë të gjitha, brenda ditës të gjitha apo për një vjet. Madje kisha thënë se këto janë procese, të gjitha këto flasim për shërbimet komunale, këto janë procese, do vazhdojnë derisa të ekzistojë një zi, kisha thënë për arsye se jeta është e tillë, kërkon gjithnjë të ketë përparime ndryshime. Por nëse shigjetët drejtohen drejt kryetarit komunës dhe komunës se su bën një projekt si vjet, se si shtohen ato me një lagje apo me një fshat, kjo nuk mban fort për arsye se këto punë shkojnë me plane dhe me programe dhe vis-a-vis planit dhe programit caktohet buxheti edhe mundësia financiare ose ai takati financiar, kështu që do të kuptohemi, do të keni mirë kuptim. Por edhe komuna do të jetë transparente, të sqaroj çështjen, atëherë mendoj se s'ka probleme. Kështu që ekziston mundësia në komunën tonë edhe debatet bëhen. Kemi pas raste kështu. Derisa jemi këtu, kam përbazë atë se është koha kur duhet pranohet mendimi ndryshe, duhet dihet ku e ka vendin pozita, ku e ka vendin opozita, kush është i pari komunës, ç'është institucioni komunë, cili është roli i qytetarëve e kështu me radhë. Do thotë, secili institucion është i thirrur që ta bëj punën e vet ashtu siç duhet. Mirpo, ka raste jo vetëm në komunën e Bogovinës, edhe në komuna të tjera, që implikohen ta zëm në punët institucionale, ta zëm puna e hoxhallarëve, puna e njerëzve. Jo, kjo është shumë shqetësuese, jo për të kritikuar këto fenomene. Shoh opinione në Facebook e gjithandej të njerëzve, jo vetëm komunë të Bogovinës, gjithandej, që njerëzit e thirrur ekskluzivisht që të predikojnë punë fetare, para miletit bëjnë punë komune. Këtu po përzihen kompetencat. Ju a keni kështu telashe? Po kemi pas më herët në lidhje me ushtrisën, siç u thash, bile nëpërmjet radio televizionit koha kemi shprehur atë
mendimin ton drejt, kisha thënë, gjithnjë sipas nesh. Vazhdoj të mendoj se ata janë gabim duke vepruar, nuk e kam ndruar qëndrimin, ndryshuar qëndrimin, për arsye se ingerenca janë komunale, ujë, përpije, ndriçimi publik, infrastruktura rrugore, si thash, dhe dikush ta ushtroj këtë ingerencë pa autorizim të komunës, gjithsesi institucionit, është vepër penale, është vepër e keqe. Unë nuk di sa herë duhet të them që nuk duhet ta ushtrojnë këtë veprimtari, për arsye se edhe lartësinë e çmimit të një metër kub ujë të pijshëm cakton ndërmarrje publike me pëlqimin e Këshillit Komunal paraprak. Nëse Këshilli Komunal nuk ka dhënë një pëlqim paraprak për taksën komunale, për taksën e ndërtimit, atëherë kryetari i komunës nuk mund të japë lejen e ndërtimit, as pak. Nuk mund ta nisë lejen e ndërtimit. Gjithsesi nëse në këtë rast për ujë nuk ka çmim, nuk mundet shoqata apo dikush tjetër, grupe qytetarësh caktojnë çmimin e ujit të pijshëm, për arsye se dokumenti i parë që e lip inspektorati, qoftë financiar, qoftë i punës, ku ta di unë, i tregut e kështu me radhë, janë aktet e themelimit. Ato i kërkojmë, pastaj nisën çështja e punës, e aktiviteteve, e veprimtarisë. Mendoj se është shumë gabim për ata që mirën me këtë çështje, por për fat keq akoma vazhdojnë. Dikush i mëson, ju thot, grafni ju, s'ka problem. Por unë përsëri them, është shumë gabim, sa më tepër që zvaritet kjo punë, kjo inat, kisha thonë, është gabim për ata. Ka pas para një jave, nuk e di sa, do shpekullime në për vendbanimet tona se uji s'ka qenë mirë, unë nuk jam shpreh fare, kjo është e para herë që shprehem, dhe nuk e di se ka pas, nuk e kam zonë gojë faktikisht. Më patë thënë edhe kryetari i komunës Vrapçishtit, diçka po ndodhte në Vrapçisht, unë thash nuk di, nuk kam informata nga institucioni që kontrollon ujë këtu në Tetov, dhe pastaj kanë marrë për të bërë kontroll, analizë ujit pijshëm Bogovinë dhe Gjetiu, dhe nuk kemi akoma një rezultat. Por u bë një aferë, disa ishin me kokdhimje, disa kanë pas vjedhje, kështu me radhë, por ama kryesore. Unë kështu thëmë tash, kush do e mbaje përgjegjësinë se diçka ndodhen? Kjo është problemi i madh shumë. Sepse institucionit mund t'i drejtohesh, institucioni ka adres, ka vend ndodhje, ku është e gjen komunën. Nuk e di tash, përse këtu me kaq mund ta përfundojmë muhabetin lidhje me ujin e pijshëm, kurse qëndrimet e individëve ose shoqatave të tjera jo qeveritare që përzihen në ingerenca komunale, përsëri gabojnë. Ne nuk i kemi caktuar vetë ingerencat. Por atë punë, dihet kush mirret me atë punë, dihet kush i cakton. Është parlamenti me propozim qytetarësh, qeveri kështu me radhë, por ka procedurë si shkohet deri ke marrja apo dhënia e ingerencave. Nëse dikush përzihet, përsëri po them, edhe aty gabohet, shumë gabohet. Gabon ai që përzihet, unë nuk gaboj fare, për arsye se unë nuk kam të bëj me ata, unë nuk mund t'ja ndali as kërkujt flasë publikisht. Mund t'i kundërvihem, t'i them se sa është ashtu. Por badjava kur i thu kur s'merr vesh. Kam tentu, kam thonë mos përzihem me këtë punë, se s'jam punë të juaja. Ato si duket o nuk din, po me siguri është pyetje kjo. Ignoranca, nuk i kuptojnë sendet se gabojnë. Ose pa dikush u ambush menden, bëje probleme, pengoje funksionimin normal të komunës. Po unë nuk kisha apeluar që të shqyqojnë punë të tyre. Ma mirë është ashtu. Nëse unë nuk jam i thirrur të flas për shëndetin publik, për shëndetin e qytetarëve publikisht, nuk jam i thirrur. Unë nuk jam i thirrur të them se unë jam ai që bëj operacion pacientin. Nuk jam kirurg. Nuk them se jam edhe jurist. Por ama unë jam udhëheqës i komunës që mundohem të udhëheq komunën. Nuk i as i thirrur të shkosh të mbash ders para qytetarëve? Jo, nuk mund ta bëj atë punë. Madje nuk ishte dashur ta bëjnë edhe ata sepse i qeshin pastaj, i tallin pas shpinën. Unë jam i sigurt se ato vetë ta shohin se dikush i tallën pse mirën me punët e huaja. Unë përsëri mund të flas tërë ditën për këtë çështje. Me një përmbledhje kisha thënë, nuk duhet ngatruar ingerencat. Këto janë çështje ligjore, këtu kryetari i komunës e zgjedhin qytetarët, kryetari i bashkisë lokale po ashtu qytetarët, kryetari i këshillit po ashtu, të gjithë këto zgjidhen ose edhe mnohen pastaj drejtorët. Dhe
ka punuar keq, ka punuar mirë, hajde përgjigjet para ligjit. A këta që flasin kështu kuturu kisha thënë, gabimi tyne, unë nuk kisha ndalë më tepër. Mirë, rregullisht. Çështja e funksionimit të komunave në këto rrethana. Ka turbulenca në shtet. Dhe komunat sa arrin që t'i kryjnë punët e tyre, të krijohet, të vazhdoj bashkëpunimi real me qendrën, me qeverinë e kështu me radhë. Si janë këto punë? Ka vështirësi tani apo është çdo gjë në rregull? Më duhet të them diçka, por pa ndonjë keq kuptim ke të tjerët. Në këtë rast kisha thënë, ne jemi në dieni se gjykatat janë në greje, ose janë protesta. Kështu që kërkojnë të rritet pagat e tyre ashtu siç janë rritur edhe pagat e prokurorëve. Dhe nëse tash parashtohet pyetje dhe nën pyetje, çka ka të bëjë me komunat. Po një kontratë për shilberje ndodh që mund të zhagitet. Nuk do të thotë 100%, por ka raste që zhagitet vetëm se nuk e ka sjellë vendimin gjykata. Dhe nga kontrata për shilberje kemi kontrata që janë me pagesë, që janë krijohet buxhet, kemi kontrata që janë me trashëgimi, aty nuk kanë pagesa, nuk kanë obligime qytetarët të pagojnë. Kjo është e para. E dyta, normalisht në këto rrethana kur thuhet të gjithë e kanë pranuar edhe si pozitë edhe si opozitë partitë politike, pa edhe qytetarët e shohin se ka krizë politike, normalisht komunat e kanë problemin e vet. Për shembull, fillimisht reagon antikorrupsioni. Fillimisht reagon me letra qarkore deri te të gjitha institucionet që të ndërpresin çështjen e furnizimit publik, nëse paraprakisht nuk e kanë pas të planifikuar. Domethënë planifikimi i re nuk lan. Sistematizim të ri të punës nuk lan. Gjithçka punësim të ri nuk pranojnë. Domethënë ndërpritet. Kështu që nëse mua më ka ikur një ekonomist apo një jurist dhe duhet ta pranojnë punë, atëherë vështirësi ka. Po ka gjithashtu edhe në thirrjet publike që financohen nga agjencionet e ndryshme qeveritare, qeveria me ministritë e saj kështu me radhë. Edhe këtu ka një ndërprerje të aktiviteteve. Ditët ecin, ikin, edhe muajt, kështu që stina po ashtu e verës ku edhe punohet në vendet tona. Këto janë probleme teknike. Pastaj të sferës politike, unë nuk jam shumë i thyrë, por ka probleme, faktikisht ka probleme. Një herë, dy herë, tri herë u prolonguan zgjedhjet, u parapahen dhe u prolonguan, dhe kuptohet njerëzit janë në pritje. Ma merr mendje se ka dikush që përmbahet nga investimi, se nuk është i sigurt çka nesër. Që nuk është bash për tu friguar, por e drejta e tij është të përmbahen si investitor, si njerëz që kanë kapital, si firma që kanë kapital. Kështu që gjithsesi ka probleme, nuk mund të themi se s'ka. Po tash si duket në një aspekt është stabilizu pak gjendja, në është hap rruga për të bërë furnizime publike tjera, sepse dihet tash zgjedhjet u prolonguan dhe për sfundi herë dhe ligjërisht nuk na pengojnë. Dhe tash do fillohet përsëri të vënë në lëvizje faktorët për të shku përpara çështjen nëpër komuna dhe institucione tjera, kuptohet. Unë kujtoj që ecëm gjithandej ngjarjeve që e tangojnë komunën e Bukovinës dhe Mëngjer. Ndodh kemi haruar ndonjë gjë pa thënë ose ke haruar pa e theksuar. Mund ta theksosh. Kohët e fundit është aktuale, ju me siguri keni dëgjuar, por nuk do të thotë se jeni në gjithmonë në gjendje të na i parastroni të gjitha pyetjet. Ne tash kemi një problem që i përket rajonit Pollogut, ka të bëjë me deponinë rajonale në Gostivar, gjithsesi në Rusino. Por momentin është problem që ne ti bartim ose ti transportojmë deri që deponinë dhe kemi një ndalesë nga disa vendbanime bashkësi lokale të komunës Gostivarit. Përpjekje janë bërë, kemi pas mbledhje me në kryetarin e rajonit Pollogut, zonjën Teuta, kryetarin e Tetavës, dhe ministri ka qenë po ashtu në Gostivar, e ka pritë kryetari Beta, Nevzat Beta, dhe kanë rënë në ujdin marrëveshje ose në përfundim kanë ardhur që
Ne të bëjmë do investima që ka një rrugë, nuk dia 3 kilometra si disa është, që duhet pa qëtër të, madje me procedurë të shkurtuar të shkohet, nuk ka nevojë të pritet sipas ligjit, sepse kemi problema atje, është akut. Dhe është shumë problem. Bile kemi tash për tash. Sot e kësaj dite ne ballafaqohemi me grumbullimin dhe transportin e deponive, gjithsesi bërllogët për arsye se ne nuk kemi të drejtë ligjore si komuna të caktojmë deponi të reja. Me plan hapësinor urbanistik të nivelit shtetit, pra të shtetit, është e paraparë në dristat të Gostivarit, në rusinët të Gostivarit, ose në dristat të Shkupit, rrethinën e Shkupit. Kështu që ne nuk kemi mundësi ligjore. Çka do që të marrim, do bëjmë gabime, po ja se nuk kemi dhe çka bëjmë. Jemi të detyruar tash të veprojmë ndoshta pak pa ligj, ndoshta, që nuk duhet ta them kështu publikisht, po jemi të detyruar. Dhe kur them kështu, atëherë edhe qytetarët duhet të na kuptojnë për një 10-15 ditë dia sa të zgjatet kjo procedurë dhe mendoj se epilogu do të jetë pozitiv. Këtë e kemi si breng tash për tash të them drejtën. Sa i takon çështjes tjera, nuk kam ndonjë problem kështu në funksionimin e sipër të komunës. Jemi në kohën në muajin e Ramazanit, pak tash punohet. Ashtu është muaji i Ramazanit, kërkon pak ndryshe të veprohet. Nuk kemi ndonjë problem. Nuk isha dashur të them se kemi probleme, kur s'kemi. Po zoti Jazbi Idrisi, ish kënaqësi që folëm bashkë, me shpresë të folim përsëri, të takojmë përsëri. Kuptohet. Të qasim i problemeve të komunës. Gjithashtu edhe kënaqësia ishte ime parasje se pata se çka them. Ndoshta kemi lënë edhe shumë pa thënë, por janë punë të vogla kështu, operative janë. Ka të bëjmë me mirëmbajtjen, ka të bëjmë me operativën, kështu që ata nuk i përmenda. Por i kemi shumë projekte kapitale, si thash, për ne janë shumë kapitale janë ato projekte dhe do bëhet mirë, do bëhet edhe më mirë se sa që jemi. Kënaqësi jote. Faleminderit shumë. Edhe jona ishte. Miq të nderuar, folëm me të parin e komunës së Bogovinës, zotin Jazbi Idrisi. Këtu është kuvendi i mendimeve alternative. Këtu dëgjohet mendimi ndryshe. Këtu është Maqedonia Shqiptare. Natën e mirë.